informacione nga i njëjtë. Pra, Haradinaj ka qenë sipas shpjegimit të Urbinit i kyçur drejt për drejt në informacione të rëndësishme që janë dhënë, domethënë, inteligjencës amerikane në atë kohë dhe sipas shpjegimit të tij këtu ka ndryshuar loja, pastaj kanë kërkuar edhe persona të tjerë, gjë që ka ardhur deri te kjo që kemi pa deri sot. Po duhet të më bëhet pak mundal këtu zot Haradinaj, pse praktikisht ne e dim lidhjen që e keni me amerikanët, lidhjen që po e mbani me ta, kontaktet, besimin që keni në të dhe gjithë shka tjetër. Pse është dashur me kalu 25 vite me kuptuar më sakt roli i jashta, po flas luftës dhe betejës në fronte, pra roli juaj në raport me këto që po i diskutojmë, pra në raport me CIA-n, me Amerikën dhe informacionet që i keni. Pse keni prit, pse se bët publike realisht për opinionin që me ditë cila ka qenë ana juaj tjetër krahas asaj që të njohim si komandant i luftës në teren. Unë e shpjegoj ndrysh, Fidan, që të marrëdhëniet e sigurisë që këto janë shumë ndihshme. E shpjegoj ndrysh, unë e kam thonë në për studio që me mftu miqtë e mi Amerikan në ndonjë situatë ku më rrezikohet jeta shkoj. Pra që e ndjej, domthon, më kanë shpëtuar jetën e popullit tim. Domthon populli i Kosovës, unë siç e dini, me 24 mars 98 ka ndodhur Glogjani, 3 javë më herë për Kazi, 5-6-7. Në Glogjan, ne poshtë djemve kemi pasur motër memën, e cila s'ka pranu me shku me nanën, po ka qëndru me babën gjithë ditën në luftë. Mema, edhe që unë, që me thonë, dita të merit, garant dita ma dhimbshme një vajzë, me qëndru me babë vetë, mos me lonë babën vetëm, se ne jemi ndana për disa pozicione lufte. Këto i kam thonë në vazhdimësi se këto besoj janë poroshi për brezha dhe shpresoj fëmija mi do ta bojnë njëjtën, fëmija Kosovës do ta bojnë njëjtën, dikush që ta ka shpëtuar jetën, nuk është sikur me të prish guma akerit në rrugë me ta ndresh dikush gumën. Edhe jaman men, se ka nimu, tu ka gjetë. Ose nuk është vetëm me të shmuni antari familje se dikush tu ka gjetë. Ju lutem, e kem pas këtë popullin e rrezikuar. Vetëm vetë, ditëm ditë, një vit ma vonë, 24 mars 98, 24 mars 99, nëse si që tash mundu me konë krejt simbolike, ato serasi, se zonë me i bashku 2 data. Po është e vërtet që në përvitorin e parë të sulmit në Glogjan, ka ndohë sulmin në shpinë e Miloševićit. Pra qysh më ka sulmuaj mu në shpi, një vit ma vonë, ditëm ditë o sulmuaj. Unë s'kom ku gjohë ma të lumë turnjet, as kom s'kam i rëfyti kuj. Se shiqani, na këtoj nuk janë situata që unë e gudzej me i trajtu për shkak do votava, për shkak do meritava, ju lutem o shpëtu një popull, edhe jenë shpëtu shumë njerëz, edhe shpëtu ajo që kam vetë për ekonomisë, për infrastrukturës tonë, ta kemi falë tyne, falin që onët sigurisht Amerikës, falë edhe udhëhesve, shiqa zonja Albright, sekretari Albright, Veshti Clark, presidenti Clinton, e të gjithë të tjerët, falë Bushit plak, e Bushit tjetër që në animoj për pavarësi, po këtu e në realitete, tani unë nështë kom ujtë nëjë herë me marë si me thonë, merit personale, po nuk është ndershme. Duhet me i rujtë to, janë afat gjata, edhe i bëj thiri edhe kolegëve tjerë që kur që kom shfridzu, besa, kur që kom shfridzu për diçka për vetë ose për familje të emën, vetëm për vend, vetëm në interes vend. Mirë, me qemi të Shëbaja, po besim e pak këto, besoni që janë në nivelin me të keq të mundshëm, këto raporte ju po e spjegoni që po vazhdoni ti mbani me aq sa keni mundësi, me aq sa keni fuqi politike natyrisht, me aq sa lejon figura juaja, besoni që jemi në nivelin më të keq të mundshëm, nëse po ose jo, a ka mundësi të rikuperimit, çysh e sheni që mundet me rikuperu gjithçka që është bën në raport me Shëbat në këtë rast. Cila është zgjidhja, cila është alternativa? Na duhet me bëj mos me përfshi Kosovën në ndonjë destabilizim të panevojshëm. Është pjekuni kjo, është mençuni. Edhe na duhet me e Kosovën prej çfarë do retorike që jena të rrezikuar, që në luftë, që po na sulmon dikush, që kjo e trem potencialin tonë, financiar ekonomik e nxjerr jashtë, edhe se lën të hujnë me ardh. Vetë u bëhem vend i zorshëm mu jetu, njëkohësisht nëse ka shumë informata armisht tonë, po e marim shembullin e Serbisë, nëse Serbia ka informata që ne kemi vakum në marrëdhëniet me alatet e sigurisë,
mujtë lakmon